integritet, foli edhe për rezultatin se sa i mirë ka qenë kur i kanë heqë torgat, po shka i kanë sjellë heqja atyre torgave Kosovës, i kanë sjellë sankcione dhe humbja e milionave euro, po ato torga prap janë kthy. Duke pas një performant zero, ata që e përkrojnë lëvizjen vetëvendosje, sa herë që i kemi ballafaquar, i kemi thonë pse votoni lëvizjen vetëvendosje, thanë se e ka çliru Mitrovicën. Po, përbes e kanë çliru Mitrovicën. Sepse tash edhe i pranun strukturat paralele, edhe dokumentat e strukturave paralele. Do më thonë qaq e kanë çliru. Po, shumë shpejt, sepse edhe marrëveshjen tjetër e kanë pranu. E kanë pranu edhe Zajednicën, për të cilën ata kanë luftu shumë. Kanë luftu edhe për tokat e manastirit të Deçanit. Janor kanë protestu pej Prishtinën Deçan, janë shkry aty, edhe në fund dhurat ju bo 10 hektarët e manastirit të Deçanit, ju dha një ministri serb. Krejt kjo është konzistenca e lëvizjes vetëvendosje. U folë edhe për gjykata dhe për dënimin të gjykatave, po keni të drejtë, sepse ju po i sulmoni sa herë që ju ballafaqoheni me drejtësinë. Edhe nuk është çudi ku vetë Albin Kurti nuk i përgjigjet ftesave të gjykatës për raste të korrupsionit që kanë ndodhur nga lëvizja vetëvendosje. Dhe tash s'mundeni me akuzu të tjerët se vetë jeni në pushtet që 6 vjet. Po, edhe një çështje që o harru shumë bre, edhe që keni luftu shumë e keni pas kauzë të madhe ju lëvizja vetëvendosje. Çfarë